Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Sikur se po e diskutoja edhe në hyrje, tani më duket sikur është kthyer në një problem në vetvete, por pa diskutim duke i parë edhe të gjitha efektet që ka. Ergis, se nisim së bashku, çfarë do thotë për ty një forcim i lekut? E para nuk kemi të bëjmë me forcim të lekut, sepse që të kemi një forcim monedës vëndëse do thotë që të kesh një rritje produktiviteti, prodhimi dhe inovacioni brenda vendit që të Lek 10 euro e kam bërën. Kemi një zhvlerësim të euro si pasojë, e një fluksit madh të sidomos paras cash në euro, monedën euro, e cila ndodhet dhe është zhgumbulluar ndër vite në treg. Pjesa më e madhe e cilës ne duhet ta pranojmë vjen nga ajo që po e quajmë ne ekonomistë do të quajmë ekonomia gri, po besoj kuptohet se për çfarë lloj ekonomie bëhet fjalë. Padyshim pastaj edhe fluksi për informalitetin apo jo. Ne po e quajmë paktën teorinë ekonomike që zohet ekonomia gri dhe po të mos ishte